Për të folur se çfarë po ndodh në Iran, kam të ftuar në një lidhje direkte Eni Kokomani, i cili jeton në Iran, por ditët e fundit është rikthyer në Shqipëri. Eni, falenderoj shumë për intervistën. Faleminderit dhe ju për ftesën. Eni, pyetja e parë është si arritet që të dilje nga Irani dhe të vije në Shqipëri në një situatë që pothuajse çdo sekondë ka rrezik për bombardime nga Izraeli dhe SBA. Tani si gjendje lufte pak e tensionuar ishte, por duke qenë se shikohet që ka dhe tentativa për të zgjeruar lufta, për me sa po shikojmë edhe ato raketat që interceptohen nga ana e Turqisë, ekzistonte edhe frika që përveç faktit që po bombardohet brenda dhe rrezikohemi, ekzistonte edhe frika se mos fillon ndonjë luftë me Turqinë edhe pastaj mbeteshim aty dhe s'kishin si të ktheheshin më. Edhe duke qenë në kushte dhe rrethana të tilla, vendosëm që të ktheheshim për të mos rrezikuar për në të ardhmen. Se fundja nuk kemi iranian që të qëndronim atje, apo thjesht kishim ato studimet e gjërat që i lamë për gjysmë, na mbetën edhe diplomat e të gjitha pa i marrë, u kthyen për të shpëtuar rrezikut më të madh. Eni, ju foli që mund të ketë një rrezik që Turqia të futet në luftë me Iranin. Sa i vërtet është, pra sa afër futjes në luftë është Turqia, ku këtu kemi parasysh në fakt që raporti i Turqisë me Izrael nuk është në nivelet e mira që Turqia të futet në luftë me Iranin, pra që të jetë aleat Turqia me Izraelin. Tani unë flas me sa kam dëgjuar në përlajme. Pra, në përlajme është thënë gjithmonë që ekziston mundësia që të futet NATO për shkak të këtyre incidenteve që kanë ndodhur. Tani se si do të ndodhin ngjarjet apo çfarë vendime është do marrin apo si janë situatat politike, këtë i dimë së miri pushtetarët. Por si një qytetar i thjesht duke parë gjendjen e tillë, pra gjëja e parë që do të bëjë njëri është thjesht të largohet rreziku dhe të kthehet në vendin e tij. Por shpresojmë që mos përhapet një luftë të tillë, sepse edhe një front tjetër me Turqinë, jo vetëm për iranianët, por për gjithë ne është, për gjithë ata që duan paqen, pra është diçka që e papëlqyeshme. Se një luftë në tepër do të viktima më shumë. Si është situata në Iran? Në Iran, siç e thash, është situatë lufte. Tani pavarësisht luftës, njerëzit vijojnë jetën normalisht, sepse do ushqen, pra kanë detyrat e tyre gjithsesi, dikush ka dyqan, dikush ka biznes, dikush është mjek, dikush punon në bankë. Por shkollat për shembull janë në pushim për momentin, qoftë universitete, pra të gjitha zyrat e arsimit janë të mbyllura për shkak të sulmit të një shkolle fillore që ndodhi, nga frika mbi të gjitha, se edhe po të hapen prindërit nuk i dërgojnë. Edhe ne kur isha atje, kur dëgjuam për sulmin e shkollës së vajzave, shkuam më njëherë dhe morën fëmijët nga shkolla, nga frika, se mund të ripërsëritet diçka e tillë. Pra njerëzit kanë, le të themi, edhe frikë se mund të goditen, por edhe vazhdojnë jetën normalisht. Pra sepse nuk kanë rrugë tjetër. Tani lufta shpresojnë gjithë që të mbarojë, por me sa duket paska gjasa dhe premisa që të zgjatet. Por mbi gjitha shpresojmë që të përfundojë me kaq edhe mos ketë më viktima nga çdo palë. Kush është zona që është bombarduar më shumë në Iran, pra qyteti që ka pasur më shumë dëmtime? Më së shumti është bombarduar në Teheran. Kishim dëshitar në Teheran, edhe bëheshin gati 2 deri në 3 herë në ditë bombardime në zona të ndryshme të Teheranit. Madje edhe për një zonë u dha pra urdhri për evakuim. Jo urdhër, por lajmërim për evakuim nga ana e Izraelit, sepse deklaruan që do bombardohet kjo zonë, në të cilën më së shumti, si çdo zonë tjetër, ka civil. Teherani është një qytet i mbipopulluar, kur thuhet gati arrin deri në 17 milion banor, dhe imagjino 17 milion banor në një qytet, është goxha, është shumë. Edhe të bombardohet në një vend ku ka një numër të madh civilësh, sigurisht që edhe probabiliteti për më shumë viktima nga civilët është më i madh. Është si thuar se bombardosh në Gaza, që ishte një vend i vogël, që kishte shumë njerëz, edhe sigurisht që viktimat do të jenë më të mëdha. Ju besoj keni
po themi matur edhe çfarë njerëzit në Iran kërkojnë, si është raporti me po themi njerëz ne në Shqipëri ose edhe në botë, ajo çfarë kuptojmë nga Irani është çfarë realisht del nga Irani, pra nga mediat që sidoqoftë duke ardhur deri në Shqipëri ka dhe po themi deformime, informime. Po ajo çfarë duhet të pyes unë është realisht në Iran çfarë po ndodh pra me popullin e thjeshtë, janë pro regjimi që ndodhet aty, janë kundër, ka pasur protesta, ka pasur po themi shtypje të protestuesve. Pra si është situata brenda Iranit që dhe për të ardhur te pyetja që a ishte e legjitimuar nisja e kësaj lufte? Tani protesta ka patur, siç e dim të gjithë, para se të fillonte lufta kishte disa protesta. Tani normalisht si çdo vend ka pro qeverisë, ka kundër, ka njerëz që s'merren fare me politikë. Pra ke nga të gjitha llojet. Por sidomos pas luftës iranianët, pavarësisht se kanë ato mosmarrëveshje me njëri tjetrin, që janë punë të tyre, sa intereson shumë, kanë dhe ndjenjën e nacionalizmit. Pra përveç le të themi qeverisë që është islamike, kemi dhe një, le të themi, njerëz të cilët nuk e duan pra qeverinë për shkak të fesë, sepse janë laik. Tani të dyja palët kanë një gjë të përbashkët. E përbashkët atyre është kjo që ata e duan vendin e tyre. Normalisht në një situatë kur sulmohen nga jashtë, pra do të shikojmë që kemi dhe një bashkim forcash. Sepse mbi të gjitha për ata, në rast se ata kanë zgjedhur të jenë laik, është mendimi i tyre personal, por qëllimi i tyre është që të kenë një vend të zhvilluar me atë idetë e tyre. Po ashtu edhe fetarët, pra islamikët, kanë besimin e tyre islam, por qëllimi përsëri është që vendi i tyre të zhvillohet. Pra kemi dy grupe të cilat kanë një qëllim të përbashkët, pra bashkohen në një pikë. Dhe kjo pikë e përbashkët, pra i bën që të jenë të bashkuar për të mbrojtur vendin e tyre. Pastaj ka grupe të tjera sigurisht, në çdo vend ka dhe njerëzish, ka njerëz që e duan, ka njerëz që nuk e duan, ka njerëz që janë me armikun, ka njerëz që me armikun e tyre, ka njerëz që janë asnjanës, pra nuk u intereson fare se çfarë ndodh. Pra në një vend të madh si Irani, një popullsi të madhe, gjen njerëz me ide dhe mendime të ndryshme, dhe besime të ndryshme. Prandaj nuk është për t'u habitur që ka dhe protesta. Si në çdo vend. Pastaj se si janë përgjigjur qeveritarët iranianë dhe si e kanë menaxhuar, kjo pastaj ke interpretime të ndryshme dhe lajme nga më të ndryshme që janë thënë rreth kësaj fushë. Por ajo që dihet është që tani për momentin nuk ka protesta dhe ai front që është brenda që mund të themi që deri diku ishte kundër shtetit, tani me sa shihet, me sa kanë parë në rrugët e qyteteve në Iran, janë të bashkuar për vendin e tyre. Pastaj se çfarë ndodh pas luftës, atë nuk e di më, është pastaj mbetet për të parë. Kemi e prisnin iranianët që Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Izraelin të vrisnin Ali Khamenei. Në luftën 12 ditore në fakt është thënë që donin të vrisnin liderin e Iranit, besoj se duhet ta kenë ditur. Dhe nuk është për t'u habitur, sepse këtë gjë kanë bërë të njëjtën edhe me grupe të tjera që kanë pasur kundërshtar. Pra i kanë sulmuar lider. Por Irani është një shtet që nuk varet pra nga një person, ndryshe nga grupet e tjera të cilat qeveriseshin nga një person i vetëm dhe ai ishte mjaft i rëndësishëm. Pra Irani është një shtet, pra ke bësh me një shtet. Dhe shteti ka rregullat, ka kushtetutën e tij. Në moment që vdes dikush nga lider, zëvendësohet në një tjetër dhe kështu vazhdon. Pra është një sistem qeverisës. Dhe nuk varet pra fati i një vendi thjesht nga një person i vetëm, por nga një grupacion njerëzish të cilët bëjnë qeverisjen e vendit dhe vijojnë me politikat që ato kanë ndërmend. Pra thjesht bëhet zëvendësimi i kryetarit.
Ka pasur mjaft deklarata lidhur me pasardhësin e Ali Khameneit, Mustafa Khamenei, për të cilin thuhet që edhe mund të jetë vrarë gjatë bombardimeve ku vra dhe jati i tij. A ka informacion se çfarë po ndodh me liderin e ri të Iranit? Me sa thuhet nëpër media qoftë iraniane, tani kemi dy opinione. Mediat jo iraniane thonë që është vrarë, pra ekziston mundësia që është vrarë në sulmin e parë. Një ide tjetër është që ka shkuar në Rusi për të kuruar. Ndërsa mediat iraniane thonë që është shëndoshë mirë, pra nuk ka probleme, dhe po qeveris vendin në një vend i sigurt. Tani sigurisht ky vend i sigurt atë dinë iranianët. Por me sa duket është thjesht nuk duan ta nxjerrin në publik për arsye sigurie, sepse po shohim që ashtu pa çdo lider i që zgjedhet ata mundohen që ta vrasin. Sepse janë në gjendje lufte dhe pastaj strategjia ka treguar që ata mendojnë që pas këtij personi ndoshta mund të mendojnë që nuk ka ndonjë tjetër të aftë për ta qeverisur vendin dhe duke goditur një person të tillë mendojnë se do ta paralizojnë një vend si Irani. Çfarë mendojnë Por që iranianët pra tregojnë që është shëndoshë mirë. Çfarë mendojnë iranianët për liderin e ri? Pra, e mbështesin, se mbështesin, ka pak kënaqësi, s'ka pak kënaqësi, është i duri? Tani, duke parë dhe qasjet politike të iranianëve, pra ato që kanë qasje laike sigurisht që nuk e duan. Pra jo atë, por askënd tjetër që do të vendoset nga regjimi iranian. Ndërsa po të shikojmë nga krahu iranian, ne kemi dy grupe. Pra nga krahu i shtetit iranian kemi dy grupe, ata që quhen reformatorët dhe grupi tjetër i cili s'ma vjen në mend tani titulli shqip si quhen. Pra kemi grupin e reformatorëve dhe grupi tjetër. Nuk më vjen në mendje, është një term që përdoret në shqip. Gjithsesi, pra nga këto dy grupe, pra grupi që është reformator janë ata që nuk kanë radikal që nuk duan të reformohet, kanë përshtypjen shteti. Kjo është ideja. Jo, kanë një shprehje tjetër, s'më vjen në mendje, por gjithsesi, le të themi ai grupi që thënë. Tani ata janë pro Mustafa Khamenei, ndërsa grupi tjetër që quhen reformator, ata janë kundër. Pra kanë pasur dëshirë të vendoset dikush tjetër. Pra në bazë të qasjeve politike që kanë, janë pastaj edhe dakord se kush do të vendoset i pari i vendit si lider suprem i Iranit. Por sipas kushtetutës së tyre, mjafton pra të ketë shumicën e votave do të vendoset dhe ligji do të funksionojë ashtu siç ka funksionuar edhe më parë. Si është raporti i atyre që kërkojnë ndryshim dhe atyre që vazhdojnë pas këtij regjimi? Pra, në raport përqindje, ka ndonjë statistikë ka ndonjë të dhënë? Edhe në rast se do të kishte ndonjë statistikë, ne do ta merrnim vesh. Se ka shumë aludime pra nga shumë palë, njëra mund të thotë janë reformatorët kaq përqind, x përqind, y përqind, por fundja nuk i dihet vërtet, sepse edhe pyetjet dhe anketat që bëhen nuk është se pyetet çdo qytetar, por thjesht me hamendësime. Po kemi mjaft anketa që janë bërë në Shqipëri për censusin e fesë, për shembull, çfarë fe profesion shqiptar, ndërkohë që mua s'më ka pyetur njëri. Babain tim se ka pyetur njëri. Miqtë e mi si ka pyetur njëri. Pra, është një anketë e cila bëhet në një mënyrë të paraafërt dhe jepet një shifër e caktuar, ku çdo njëra nga palët politike jep shifrën e saj. Dhe se sa është e vërtetë askush nuk e di. Pra nuk ka një shifër të 100% të saktë apo që t'i afrohet të vërtetës, sepse çdo palë ka pretendimet e saj. Cila është ajo gjë që në media raportohet ndryshe dhe ju në Iran kur ishit atje e keni parë ndryshe? Tani jo shumë larg mbrëmë pata edhe një intervistë në Euronews, kur thjesht tregova atë që pash, që me sa duket ishte shumë kundër asaj që pas kanë thënë në mediat në vendin tonë, që unë nuk e di se nuk është e kam ndjekur shumë,
Po unë thjesht tregova atë që kisha parë dhe shumë prej atyre su pëlqeu, madje edhe me akuzuan edhe për propagandë. Tani ai që pash, me sa duket pas ka qenë e kundërt me atë që është thënë për mediat perëndimore. Tani unë s'e di se çfarë thuhet mediat perëndimore, se nuk e ndjek kështu se më intereson kjo gjë. Por që ka mjaft diferencë. Tani unë mundohem të them atë që kam parë. Tani se çfarë u pëlqen apo s'u pëlqen të tjerëve është punë e tyre. Thjesht atë që kam parë me atë që thuhet ndryshon shumë. Po cili është kontrasti, pra çfarë ke parë ti atje dhe kur e ke lexuar në mediat e huaj ose edhe ato shqiptare, ke thënë ore unë isha aty dhe është ndryshe nga ç'po e lexoj. Tani kontrasti është i tillë që atje nuk thuhet për shembull që janë vrarë policë, pra si filluan ngjarjet. Pra janë masakruar, janë vrarë policë nga njerëz të armatosur, madje edhe protestues nga këta njerëz të armatosur që ishin fshehur në mesin e protestuesve, ndërsa nga krau tjetër thuhet komplet që janë masakruar njerëzit. Tani janë dy gjëra që janë 180 gradë në kundërshtim me njëra tjetrën. Në fakt flitet për gati 60.000, mos gaboj, në shifra jo zyrtare që mund të jenë vrarë gjatë protestuesve. Ndërsa në Iran është thënë që kanë mbetur të vrarë 6.000 persona, jo 60.000, dhe ata kanë nxjerrë të gjithë me numër personal, me ID personale. Pra këta persona që kanë mbetur të vrarë, qoftë nga protestues, qoftë nga policë, i kanë nxjerrë me lajmërim shtetëror, me ID personale, me numër personal. Dhe kanë thënë që nëse pala tjetër pretendon që kanë vdekur pra 60.000 veta, do të sjellin faktet. Dhe gjë të tillë nuk kanë ndodhur. Pra kjo është diferenca që kam parë me gjërat që unë kam parë dhe kam dëgjuar. Eni, kush është problematika më e madhe sot për sot në Iran përveç luftës? Pra, po flasim për njerëzit e thjeshtë. Kur i takon, kur flet, kur bisedon, ka ndonjë gjë për të cilën po them janë të shqetësuar përveç të ardhmës së tyre si pasojë e luftës? Tani problemi kryesor me sa kam parë këto vite. Momentin e parë kur shkova në Iran kishte mirëqenie të lartë. Jashtëzakonisht të lartë, po flas për nivelin në Shqipëri. Se gjithë secili varet çfarë niveli ka, pasi nuk po flas për politikanët, apo ata që kanë rroga të larta. Po flas për një popull të zakonshëm. Dhe në vitet në vijim ka pasur një inflacion mjaft të madh. Dhe për shkak të këtij inflacioni ka pasur rënje të mirëqenies së popullsisë, rënje të mirëqenies së jetës. Dhe duke u përballur me kushte të tilla që për ne shqiptarët mund të jenë mjaft zakonshme, ndoshta edhe të mira, pra ata shikojnë disi ndryshe, ka pak kënaqësira, sepse në fakt janë një popull që janë mësuar të jenë në mirëqenie, s'u ka munguar gjë. Tani që janë gusht, ndjen, le të themi si pra duhet të lëvizin pak për të siguruar jetën. Dhe kjo ka bërë që të ketë pak kënaqësira. Pastaj ka shumë faktorë të tjerë të cilët ndikohen në çdo gjë. Pra nuk ka thjesht probleme ekonomike, ka individ të ndryshëm të cilët mund të bëjnë diçka që popullatës nuk i pëlqen. Edhe pastaj mund të bëhen interpretime apo edhe nxitje ndjenjash, të cilat e bën njeriu që të lëvizë në një orientim të caktuar politik. Gjatë këtyre viteve ke parë diçka të përbashkët mes shqiptarëve dhe iranianëve? Në fakt kemi shumë të përbashkëta me iranianët. Përveç gjuhës, pra ne kemi mjaft fjalë të përbashkëta me Iranin, kemi edhe gjëra të përbashkëta, sepse ne në Shqipëri kemi bektashizmin, i cili beson në 12 imam, pra është një rrymë islame që beson në 12 imam, ku i pari prej tyre është Imam Aliu. Po ashtu kemi dhe iranianët që ndajmë të njëjtin besim. Dhe duke qenë se ndajmë të njëjtin besim, pashtuar dhe faktin e Sultan Novruzit, që i themi në Shqipëri që është festa Novruzit në Iran, pra është viti i ri, Nowruz, dita e re. Këto dy faktorë bën të mundur që ne të kemi shumë gjëra të ngjashme me njëri tjetrin, pa që nevojë që të kemi ngjashmëri në racë dhe në kulturë. Pra këto dy gjëra, pra i Sultan Novruzit, po edhe besimi në 12 imam,
dojnë që ne të kemi shumë gjëra të përbashkëta. Po ashtu edhe gjatë sundimit osman, pa hyrë në analiza ka qenë mira, ka qenë keqe, çfarë ndikimesh të mira apo të këqija ka pasur, dim që në kohën e osmanëve gjuha perse ka qenë gjuha letërsisë. Pra ka qenë gjuha atyre personave që e mbanin veten për, le të themi, për aristokrat. Dhe normalisht kanë ndikuar edhe në Shqipëri. Edhe kemi dhe Naim Frashërin, Sami Frashërin. Naim Frashëri ka shkruar madje edhe rregullat gjuhësore të gjuhës perse. Ka dhe një nga botimet e tij në gjuhën perse me poezi është Takhayulat, pra i titulluar në persisht. Pra kemi mjaft ngjashmëri kulturore me Iranin, kulturore fetare, të cilat bëjnë të mundur që ne të kemi këto ngjashmëri me njëri tjetrin pavarësisht se jemi raca të ndryshme. Nëse do kisha mundësi që të zgjidhje mes dy vendeve, Shqipërisë apo Iranit, kë do zgjidhje për të jetuar? Vetë fakti që jam kthyer në Shqipëri çfarë do të thotë? Që unë jam shqiptar, e dua Jo, vendin po tim. mund të jesh kthyer edhe si pasojë e luftës, ëse po flasim në rastet kur atje nuk Pikërisht, luftohet. në rast se unë do të bëj Iranin më shumë, do të qëndroj në Iran dhe do luftoja, apo jo? Se logjika këtë tregon. Flas nga jo çfarë, jo këtë do më shumë. Jo këtë do më shumë, mos keq kuptove, se patjetër që do dua Shqipërinë, por në mundësitë që të ofrohen në Shqipëri, se ka njerëz shumë që jetojnë në Gjermani, Britani edhe vende të tjera, por edhe ata njerëz që duan Shqipërinë, por për të jetuar si pasojë e ofrimit mundësive, zgjedhin një vend tjetër përveç Shqipërisë për të jetuar. Pra e kam fjalën për aspektet që mundësi që ty të ofron për të jetuar, kushtet, jetesa. Dgjoj, unë në Iran një herë në 2 muaj paguaj ujë, drita, gaz 2 deri në 3 euro. Ndonjëherë edhe 1 euro. Pra për 2 muaj. Dhe drita, ujë, gaz pa ndërprerje dhe nuk kemi depozita. Por uji është i lidhur direkt ku në mes të shkretirës. Dhe e them se është një rrogë, le të themi, për $400-500. Dhe ti nga këto $400-500 paguan 1 ose 2 euro në muaj, një herë në 2 muaj ose 1 euro në muaj, le të themi, për drita, ujë, gaz. Atëherë kjo është, le të themi, dhe çmimet e ushqimeve janë më të lira se në Shqipëri, shumë herë më të lira. Atëherë për të jetuar një jetë komode, që në dimër të jesh ngrohtë dhe në verë të jesh fresk, pra kushtet minimale të jetesës, le të themi, jo minimale, por janë dhe mjaft komode, për një jetë të qetë familjare, ku në çdo qytet ka me mira parqe, janë edhe mundësitë e biznesit janë më të shumta në Iran. Por unë personalisht zgjedh Shqipërinë. Pse? Pavarësisht faktit se ka mjaft vende që janë më të zhvilluara se Shqipëria, Shqipëria është vendi im. Tani ja vlen të sakrifikosh pak nga mirëqenia ekonomike për të jetuar në vendin tënd me njerëzit e tu të dashur dhe me ata që ndajnë të njëjtat ide me ty. Sepse është vendi ku jemi rritur dhe sado që mund të jetojmë, pra për çdo vit që jetojmë jashtë vendit ton, mendja na rrit te vendi. Pra rrit te familja, te të afërmit, te miqt, te shokët. Pra sado që mund të jetosh në një vend, prapë i huaj je. Dhe kot nuk thot populli që guri është i rënd në vend të vet. Keni është folur shpesh për kufizim të lirive në Iran. Ti si e ke parë duke qenë dhe jetuar dhe atje? A ka kufizim të lirive dhe kush është ajo gjë që në Shqipëri po themi nuk ndalohet dhe në Iran është problem që ta bësh? Tani vetëm gjë që mund të thuhet për shembull liria është çështja e veshjes. Aty ka një kod veshje në Iran, e cila kohë të fundit nuk është se është respektuar shumë ky ligj, por më parë ka qenë më i theksuar. Dhe nuk të lejohet që të dalësh me pantallona të shkurtra, sepse ata e konsiderojnë si diçka turpi. Ky është mentaliteti iranian. Dhe këto gjëra bëjnë të dallohet nga Shqipëria. Pastaj për liri të tjera, unë nuk është se kam parë ndonjë kushtëzim lirie atje, sepse unë sa herë kam dashur, kam parë ndonjë gjë që s'ka pëlqyer, kam thënë se nuk është se më kanë dënuar njëri. Thjesht pastaj janë çështje politike, pastaj që politizohet gjithçka, ndodhin ato që ndodhin. Por që ajo që shikoj në dallim nga Shqipëria është çështja e veshjes, kodit të veshjes,
por edhe çështja e dënimit me vdekje. Pra në Iran, nëse ti merr makinën pa patentë, le të themi, dhe aksidenton dhe ti kën dhe ai vdes, ti sipas ligjit dënohesh me vdekje. Pra nëse ti vret dikën, sipas ligjit dënohesh me vdekje. Pra në këto ligje që janë ndryshim nga Shqipëria. Pastaj gjërat e tjera është çdo gjë normale, gjithë secili shikon jetën e tij, apo po shkon në punë, kthehet nga puna, ka jetën familjare. Thjesht çështja e këtyre dy ligjeve, pra kodi i veshjes, që është ndryshe nga vendi, edhe çështja e dënimit me vdekje, pra, që është dënim fatal në Iran. Po edhe ai ka mundësi për ta falur, pra nëse dikush bën një krim dhe familja e fal, ai nuk dënohet për me vdekje. Familja e viktimës, viktimës, po. Le të themi pak edhe te lufta. Si po shkon lufta atje dhe a besoni që do mbaroj së shpejti? Tani, sinqerisht, kjo është ajo që kemi shpresë më shumë që të mbaroj. Sepse përveç faktit që po vriten njerëz, pra kërcënohet edhe të zgjerohet. Kjo është diçka që askush nuk e do. Nuk e ka parë kush hajrin luftës. Lufta ka sjellë vetëm shkatërrime, vetëm humbje jete dhe mjerim. Pra, kudo që ka pasur luftë, ka pasur mjerim. Dhe shpresojmë që në vend që të ndeshen dhe të përleshen me njëri tjetrin dhe bëjnë luftë, të bëjnë paqe dhe të gjithë jetojnë të lumtur, shikojnë jetën e tyre. Por me sa duket, nuk kanë, me sa shohim lajmet, nuk kanë gjasa për të pushuar për momentin. Dhe shpresojmë që do pushojnë një ditë, sa më shpejt e mundur. Çfarë bën Iranin një shtet kaq të fortë ushtarakisht? Pra, janë numri ushtarëve, është teknologjia që ajo ka. Pra, pse është kaq i fortë? Apo shtrira gjeografike, le të themi, numri i popullsisë, ose motivi për të luftuar për vendin e tyre? Pra, çfarë i motivon iranianët që të jenë kaq rezistent, ku le të themi që dy shtete shumë fuqishme ose një shtet ndër shtetet më të fuqishme ushtarake siç është SBA-ja dhe një tjetër si Izraeli kanë gati 16-17 ditë që bombardojnë Iranin pa pushim. Tani të gjitha këto pikat që përmendët janë një faktor. Së pari, Irani është një shtet pra shumë i vjetër. Pra ka një histori mjaft të pasur, ka qenë perandori. Dhe vetë fakti që ka qenë perandori, kjo lë trashëgimi pastaj shumë gjëra, qoftë të qenurit strateg lufte, qoftë taktikat që përdoren për luftime asimetrike e gjëra si këto. Pastaj edhe nga numri i popullsisë, është një popullsi 80 sa milion banorësh, mos them 90 sa, nuk e di sa ka shkuar tani. Pastaj edhe pozita gjeografike është mjaft të vështirë për të pushtuar. Pastaj është edhe një popull i zhvilluar teknologjikisht. Pra ka një teknologji mjaft të zhvilluar. Ka industri të zhvilluar, ka mjeksi të zhvilluar, pra në shkencë është mjaft i përparuar, pra është një vend që i japin shumë rëndësi shkencës. Ka një ushtri të fuqishme, qoftë në numër, qoftë në pajisje. Pra kemi një industri ushtarake vendase, sepse kjo është një faktor mjaft kyç për një vend. Pra nëse do të varej nga armët të huaja, pra e gjithë çelësi fitores e tij do të ishin në dorë të huajve. Por ata kanë një industri vendase të prodhimit të armatimeve dhe kjo i ndihmon që të prodhojnë në shumicë dhe le të themi në një kosto mjaft të ulët. Sepse ndryshe le të themi është paga në një vend si Amerika për një shkencëtar të armëve, ndryshe është paga në Iran. Pra një shkencëtar në Amerikë mund të marrë me miliardë dollar, ndërsa në Iran mund të marrë me mijëra euro. Pra kjo bën diferencën pastaj. Dhe kjo bën të mundur që Irani të ketë prodhim të vazhduar, por edhe me që janë dhe të dhënë pas shkencës, bën edhe shpike të reja dhe inovacione të cilat po surprizojnë sot dhe ne po shikojmë një vend si Irani që i reziston pra një superfuqie si Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe kemi Trumpin që thotë që po i kërkon tani ndihmë NATO-s, që do të thotë që kjo është një deklaratë mjaft e rëndë pra nga Amerikës. Pra të kërkosh ndihmë, duke qenë superfuqia botërore, të kërkosh ndihmë nga NATO-ja për të hapur ngushtisën e Hormuzit, që do të thotë që është në kontrollin e iranianëve. Tani këto gjëra tregojnë që me të vërtetë Irani pas ka qenë
një tigër i vërtet, jo një tigër në letër. Pra këto gjëra, gjithashtu edhe historia ka treguar që Irani ka ditur t'i bëjë ballë edhe parandorive të mëdha si parandoria osmane. Pra nëse e shkruajmë historinë e parandorisë osmane, ajo ishte shtrirë në çdo anë përveç fqinjit të saj që ishte Irani asaj kohë në dinastinë e Safavitëve. Dhe të gjitha këto janë faktorë që kanë ndikuar të dalë një Iran i sotëm, i cili i bën ballë dy superfuqive botërore, Amerikës dhe Izraelit. Kush janë ato shtete me të cilat Irani ka raporte mjaft të mira dhe ndoshta në mënyrë të fshehur po e ndihmojnë në këtë luftë? Ndoshta tani se si e ndihmojnë në mënyrë fshehur apo jo, po me sa pash një lajm, ministri i jashtëm i Iranit, Arakçi, tregoi që ka marrëdhënie të mira me Kinën dhe Rusinë dhe tregoi që kanë pasur dhe në mos gaboj marrëveshje ose ndihma ushtarake. Sipas deklaratës së tij, ndoshta ka dhe mbështetje nga Kina dhe nga Rusia. Por në terren, me sa po shikojmë, armët që janë përdorur janë të gjitha iraniane. Ndoshta i mbajnë dhe sekret për ndonjë përballje më të ashpër, nuk e di. Besoni që do përshkallëzohet akoma më shumë lufta dhe si shikoni fundin e kësaj lufte, me një përfundim pa fitore të askujt apo me një fitore të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Izraelit? Shpresojmë që të ndalojë lufta, por me të vërtetë është një situatë kaotike. Sepse nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës tërhiqen, i bie që të bie hegemonia amerikane. Pra i bie që Amerika të mos jetë më superfuqi e botës. I bie që Amerika si superfuqi e botës që është të mposhtet në një vend si Irani. Dhe i bie që Amerika të tërheqë të gjitha bazat dhe ndikimin e saj në lindjen e mesme, gjë që nuk është e pëlqyeshme nga Amerika dhe është një rënje e madhe për të, kështu që nuk besoj se do të tërhiqet. Nga ana tjetër, as iranianët nuk dorëzohen sepse të tillë kanë natyrën e tyre. Pra janë popull që nuk dorëzohet, luftojnë deri në fund. Dhe mbetet për të parë që është një përplasje me mishe me shpirt nga të dy krahët, por se si do të përfundojnë, ndoshta mund të arrijnë ndonjë marrëveshje sa për të larë fytyrën e njëra tjetrës, për të thënë që të dyja palët kanë fituar, do të ndajnë atë hisën e tyre të tortës me njëra tjetrën, dhe të vazhdojnë të lumtur jetën e tyre. Tani shpresojmë që lufta të përfundojë, se kjo është më e rëndësishme, se pastaj se si ndajnë tokët e tyre është çështja e tyre. Enin, po kam dhe pyetje fundit këtu. Është folur shpesh për dëmtimet të Iranit, pra që kanë shkaktuar bombardim. Po nga ana e Izraelit, a ka po themi të dhëna se çfarë ka ndodhur në qytete ku janë bombarduar nga raketat iraniane? Tani në Iran lajmet tregojnë që çdo ditë bëhen gati 3 valë sulmesh. Për çdo ditë, ndaj Izraelit, por edhe ndaj bazave amerikane në lindjen e mesme. Ndërsa për sa i përket Izraelit, ka pasur disa video që qarkullojnë, që tregojnë dëme kolosale në Izrael, por nuk është se ka shumë informacion. Pra madje edhe disa ka dhe video që janë të krijuar nga inteligjenca artificiale, por ka dhe nga ata që janë të vërteta. Dhe informacioni për shkak të censurës që është në Izrael, nuk qarkullon shumë informacion dhe mbetet për të parë pas luftës se kush kanë qenë me të vërtetë dëmet. Se zakonisht pas luftës, për arsye se nuk kanë ndikim për të ulur moralin e njerëzve, tregohen dhe pamjet që reale pra se çfarë ka ndodhur në luftë. Por zakonisht gjatë luftës çdo dyja palët nuk është se i tregojnë shumë dëmet që kanë pasur, për arsye moralit të ushtrisë dhe të popullit. Por që ka pasur dëme, vetë fakti që iranianët po synojnë vazhdimisht se këto raketa që lëshohen bien diku, nuk është se shpërthejnë të gjitha në ajër. Po le të themi se një bombë Khorramsher 1 ton që ra diku sigurisht do të bëjë dëme. Pra kjo është dëmi është i pashmangshëm në një luftë. Pastaj se në çfarë mase, këto gjëra besoj do të merren vesh pas luftës.
Eni, faleminderit shumë për intervistën, ishte kënaqësi. Faleminderit juve, edhe për mua ishte një kënaqësi, do ju uroj gjithë të mirët.